Dr. Eduard Shota është kardiolog I cili drejton departamentin e kardiologjisë në Poliklinikën Doctors Hospital Albania. Ai ka përvojë të gjatë në spitale të ndryshme, si në Spitalin e Krujës, QSUT, Departamenti I Sëmundjeve të Brendshme, Spitali numër 1 në Tiranë. Në vitet 2000-2009, Dr. Eduard Shota ka punuar mjek me kohë të plotë kardiolog në QSUT. Ai gjithashtu ka vijuar suksesshëm të punojë edhe në spitale private në Tiranë në pozicionin si koordinator I departamentit të kardiologjisë dhe më tej si shef I këtij departamenti. Dr. Eduard Shota ka kryer studimet në Universitetin e Mjekësisë Tiranë, mjekësi e përgjithshme dhe specializimin për kardiologji në vitet 1994-1998. Dr. Eduard Shota në vitet 2001-2002 ka kryer masterin në kardiologji Tiranë. Ai ka ndjekur disa trajnime dhe kualifikime në këtë fushë dhe është certifikuar nga institucione prestigjioze. Më pas ka vijuar studimet në vitin 2002 për Organizacioni Sanitarie, Universiteti I Studimeve të Romës La Sapienza në Rom, Itali. Në vitin 2004, kardiologu I mirënjohur përfundoi edhe kursin e perfeksionimit në ekokardiografi, Departamenti I Shkencave Kardiovaskulare dhe Respiratore, Universiteti I Studimeve të Romës La Sapienza. Ai është pjesëmarrës në shumë konferenca dhe trajnime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Doktor, do të prezantojmë më tej edhe departamentin e kardiologjisë. Natyrisht ju e drejtoni këtë departament, por çfarë ofron? Departamenti jonë ofron, le të themi, një shërbim të plotë klinik kardiologjik, që do të thotë një konsult e plotë kardiologjike, ku fillimisht përfshihet një anamnezë hollësishme për pacientin, një ekzaminim objektiv, një elektrokardiogram ku nëpërmjet saj ne lexojmë si punon zemra, është apo s'është ritmika zemra, ka apo s'ka ekstrasistola, dhe një bilancë analizash bazale për të vlerësuar si është niveli I sheqerit, si është niveli I yndyrnave, si punon veshka, si punon gjëndra tiroide. Më pas, nëse është nevojshme, ne bëjmë një ekokardiografi, nëpërmjet ekos së zemrës ne përcaktojmë qartë strukturën e zemrës, si janë dhomat e zemrës, si funksionon zemra, si ka funksionin sistolik ose funksionin shtytës I zemrës që është I rëndësishëm, si është funksioni diastolik I zemrës, si e prej gjakun, si mbushet zemra. Përcaktojmë pastaj si janë valvet e zemrës, kanë apo s'kanë probleme, dhe nëse kanë probleme, cili është ritmi I ndjekjes së këtyre valveve, dhe nëse ata kanë probleme më të mëdha dhe janë të dëmtuara, shkojnë drejt kirurgjisë. Përveç këtyre, pastaj nëse ne do donim përvlerësuar nëse një pacient dyshot për pasur probleme iskemike apo le të themi të ngushtuara, ne bëjmë provën e biçaretës ose provën e fortit, ku realisht zbulohet nëse pacienti ka probleme me enet e saj. Ndërkohë, ne bëjmë edhe holdrin e ritmit dhe të presionit. Holdri I ritmit është një pajisje që regjistron zemrën në 24 orë deri në 72 orë, ku vlerësohet realisht ka apo s'ka aritmi, nëse kjo aritmi është benigne apo maligne, dhe nëse kjo aritmi rrezikon jetën dhe shkojmë drejt vendosjes së pacemaker apo deviceve të tjera. Ndërkohë edhe holdri I presionit për të vlerësuar si është kompozicionin arterial në 24 orë. Le të themi me këtë ne bëjmë një vlerësim të plotë të funksionit të zemrës. Doktor, çfarë duhet të kuptojmë me monitorim të vazhdueshëm jashtë atij periodikut, pra check-upit periodik? Po, kjo është fare e thjeshtë. Pacientët kardiak ne ndajmë pacientët që kanë një esuri të mirë, dhe në këto realisht mjafton kontrolli periodik dhe përcakton doktori kur të vinë për 6 muaj, 9 muaj. Dhe ka pacientë të tjerë të cilët kanë sëmundje të rënda kardiake, pra kanë mësuar dëmtime të zemrës, dhe nëse është bërë një procedurë revaskularizuese është bërë me vonesë, pra zemra dhe muscujt I saj janë të dëmtuar dhe nuk funksionon mirë. Siç këto të smurë kanë nevojë të vinë më shpesh për t'i vlerësuar dhe për t'i mjekuar sa më mirë. Janë pacientë të tjerë të cilët kanë vendosur device të ndryshme pacemaker apo aparatura të tjera, të cilët po prap mund të kenë probleme jashtë parashikimit. Pacientë të cilët shkojnë herpasherë në spital dhe pasi vinë nga spitali gjithmonë ne shohim për të rivlerësuar esurinë e tyre, sepse spitali
kuron atë situatë të vështirë, por pastaj duhet të ndiqet në mënyrë ambulatore. Doktor, cilat janë mënyrat, metodat më të mira, më efikase për të parandaluar, le të themi, problemet e mëtejshme të pacientëve? Kur ne kemi një pacient kardiak i cili realisht ka probleme të mëdha, dy janë gjërat që ne duhet të kemi kujdes. Të rrisim sa më shumë jetëgjatësinë e këtij pacienti, të bëjë një jetë sa më cilësore, duke ulur vdekshmërinë dhe ndërkohë të zgjasim kohën jashtë qëndrimit në një kohë të lirë, pra ta çojmë sa më rrallë në spital. Kjo bëhet realisht, siç e thash edhe më përpara, duke pasur kontrolle më të shpeshta, duke respektuar në mënyrë rigoroze mënyrën e mjekimit, pacienti të mos bëjë siç bën disa pacientë me kokën e tyre, sepse realisht sot ne kardiologët kemi në dorë preparate shumë të mira, të cilët zgjasin jetën e pacientit, por ndërkohë zgjasin edhe kohën jashtë spitalit, sepse qëndrimi në spital përveç është një problem ekonomik, është një problem social, qoftë për pacientin, qoftë për familjarët, por edhe për vetë sistemin shëndetësor. Për të ndalur këtu, doktor, si mund të ulim rastet e shtrimit në spital? Duke ardhur në mënyrë të vazhdueshme dhe të mos neglizhojmë as edhe një shenjë. Edhe një shenjë që mund të duket jo shumë e rëndësishme, pacienti duhet të vijë me një anamnezë të thjeshtë, me një elektrokardiogram apo me një eko, ne realisht shohim nëse ka ndryshuar gjë në historinë e tij, a ka në gjë të re, a ka ndodhur në infarkt i ri, a ka ndodhur në çrregullim ritmi, sepse të smurët të rënd janë të smurë me shumë probleme. Pra përveç zemrës, është përfshirë diabeti, është përfshirë mushkëria, është përfshirë veshka, është përfshirë truri. Pra, le të themi, janë gjëra të vogla edhe jashtë sferës kardiake që realisht duhet patjetër për të dhënë drejtimin e duhur. Si mund të ulim rastet e vdekshmërisë duke ndjekur hap pas hapi shëndetin e zemrës? Sigurisht që në fund të fundit, kur një pacient vjen te doktori, i referohet një sistemi shëndetësor, pacienti do të jetojë sa cilësisht, por duhet të jetojë edhe sa më gjatë. Sigurisht që sot ka evidenca ku jetëgjatësia e pacientëve të cilët kanë probleme është zgjatur, nëse para shumë vitesh, le të themi, jetëgjatësia e një insuficienci kardiake ishte 5-7 vjet, tani ka shkuar në 12 dhe në 15 vjet. Dhe kjo është bërë sigurisht me mënyra të reja të trajtimit edhe me medikamente që janë shumë të rëndësishëm, që s'po futem shumë në detaje, por ndërkohë edhe duke mos neglizhuar procedura ndoshta dhe invazive, siç është revascularizimi qoftë nëpërmjet vendosjes asistentave, qoftë nëpërmjet device-eve të ndryshme, për shembull sot edhe në Shqipëri, vendosën ICD quhen, pra nëse ndodh një aritmi që po të jetë jashtë kësaj gjëje, domethënë pacienti është humbje fatale, pra është një goditje elektrike që bëhet në kushte spitalore, e bën vetë device që e ka pacienti në zemrën e tij. Doktor, një pyetje të fundit. Obeziteti, sa e lodh punën e zemrës? Unë do ta shikoj në dy këndvështrime, është problem madhor mbar botror. Janë rreth 1.5 miliardë njerëz me obezitet. Sigurisht që të gjithë ata pacientë që janë obez kanë faktor rreziku kardiovaskular më të lartë dhe përgjithsisht këto pacientë kanë edhe smundshmëri të tjera. Le themi janë diabetik, kanë hipertension arterial, kanë aritmi. Obeziteti normalisht e lodh zemrën, sepse zemra duhet të përmbajë më shumë gjak, ndërkohë duhet patjetër të rrisë edhe masën e saj muskulare, por rritja e masës muskulare bëhet në dëm të arterëve, pra ne nuk kemi rritje të arterëve, pra është i njëjti furnizim me gjak, me një muskull më të madh. Sigurisht që vetë obeziteti pastaj ndërvepron edhe tek problemet e mushkërive, është apnea e gjumit, që jep aritmi të mëdha, pra bëhet një kompleks dhe pjesëmorë shumë i rrezikuar. Pavarësisht sot ka mënyra trajtimit të obezitetit nëpërmjet medikamenteve, sigurisht që edhe mënyra e ushqyerjes është mjaft edhe kur bëjnë kujdes, por pak në pjesën më të madhe të rasteve nuk është se ka rezultatin e duhur. Unë mendoj që një rezultat mjaft i mirë mund të arrihet nëpërmjet kirurgjive plastike, ku realisht duke shmangur obezitetin,
ne kemi shtuar jetën e këtij pacienti, e kemi bërë jetën më cilësore dhe nuk ka nevojë më të marrë medikamente as për hipertension, ndoshta edhe për diabet. Faleminderit.